Thot, çfarë po kërkojnë protestuesit në Shqipëri që po bëro rastin Albin Kurti? Po, e vërtetë, po po. Po ata po dojnë, ata po na kanë zili. Po na kanë zili që kemi një lider I cili se ata po vujnë shumë për qësoj oligarkisë. Jënë bu shumë njerëz të pasun edhe shumë njerëz të varfër, a ven? Edhe ata ka një farë frike që Edi Rama, që është përfaqësues I oligarkëve, unë nuk kam problem, për shembull unë s'kam problem me oligark, po në vendet ku s'ka sundim të ligjit krijon do oligark jo të ndershëm. A den? Pak dishyshe shfrytëzojnë politikën për mu pasunu pak se jo ndershëm, a den? Se ti mund është mu pasunu edhe ndershëm. Edhe s'ki problem ti me asi biznesmena që pasurohen ndershëm. Po në Shqipëni, në Kosovë, në Serbi, në Maqedoni, vendet që si ka shumë njerëz që janë pasunu pa ndershëm. E tashti, friga e këtyne protestuesve është që Edi Rama si përfaqësues I këtyne njerëzve të pasur pa ndershëm, qëllimin e kanë me bu Shqipëninë investime jo transparente edhe shtepër luksuze ku s'ka me pas vend për njerëz të klasës mesme edhe të varfër. Që nuk është qashtu, po pse është droja ata po kanë qef një kryeministër që ju nimon pak ma shumë klasës mesme e klasës varfër e bën pak ma barabartë dhe një kryeministër që ka qef mu pasunu shteti pak ma ndershëm. Ata po na kanë zili edhe unë e kom pa në për protesta e për menin e bojnë thirrje.